Ju Aldivziku një start në fitore i kampionatit për Vllaznia Futsal. E pritshme sot besoj ndaj këtij kundërshtari. Normalisht sepse jena përgatit tash sa muaj për këtë objektiv. Besoj si vitin e kalum ekipi ka dalë kampion, pavarësisht se s'kam qenë pjesë e ekipit, po e nij frymën e kampionit, sepse po punoj me çunat për ditë, për sori, po na ndihmon shumë. Edhe besoj çka ka kalu vjet, duhet me dëshmu prapë si mjet, edhe besoj se do arrim. Një fillim i marr besoj është gjysa punës. Ju Aldivziku nga futbolli i madh, keni dalë nga Akademia Vllaznia, keni luajtur keni qenë tek skuadra e parë për një periudhë kohë, më pas edhe jashtë Shqipërisë. Riktheni nga futbolli i madh tek futsalla. E rëndësishme është si jena prapë te sporti, edhe kontribuojmë prapë për ekipin e Vllaznisë. Është e njëjta njësi si në futbollin e madh, si në futbollin e vogël. E rëndësishme është me kontribu për Shkodrën edhe për Vllazninë tërësi. Tek futsalla shkodrane e Vllaznisë ka disa element me përvojë. Ju jeni me fat, po theni ju dhe disa kolegë të ri që merrni përvojën, punoni me brezin e veteranëve. Me thonë drejtën, kur e kam vazhdu në fillim, është pak e vështirë mu ambientu për në fushë të madhe, në fushë të vogël, po na kanë ndihmu shumë edhe shokët e ekipit, si Caja, Besforti, normalisht edhe profesor Tafiti, e kupton. Djep Haxhia, janë lojtarë si kanë cilësi të madhe edhe na kanë ndihmu shumë edhe ne më të rive për mu ambientu sa më shpejt me ekipin. Për ju Aldivzikun përgjithësi e madhe të luash me një ekip kampion si Vllaznia? Për Vllazninë është gjithmonë në krenari, domethënë për me lujt, sidomos edhe me një ekip kampion siç kanë dalë këto vjet, shpresoj ta marrim si mjet, edhe besoj që me gjithë sakrificën që po bëjmë çdo ditë, do e marrim. Tentuat shumë për të gjetur golin sot, por nuk e arritet. E synoni ndeshjet e ardhshme patjetër. Normalisht si objektivi është me ndihmu ekipin sa më shumë, por e rëndësishme është fitoria. Kur ekipi fiton, normalisht kënaqësia është e madhe, pavarësisht se goli është një kënaqësi më shumë individuale. Faleminderit. Faleminderit.